e kanë shiju atë gëzimi fëmija, e kanë pas pak ma le, se pa bursë, pa ndihmën e juj, unë nuk u moj fëmijët aq let me gëzu. Sot jemi të Zyri Amperizaj, kemi me vizitu një familje me jetim që i ndihmoj me bursën e jetimit. A na tregon pak për vështirësi që i ke pas të i rritë fëmijët? Vështërsit nuk mund me imagjinu njëri, po duhet mu ballafaqu me këto vështërsit, se po i kini bashkë shumë të madhe. Po e kom pasur, vërtet po flas për vetit tash edhe për shumë nana vlen kjo, me 2 rolet, nanës edhe të babit. Duhet më konë shumë e fort, vështërsit mi kalu sikur në përur, po falë Zotit edhe miqve tanë, si ju e kemi mbjetu, të qysh ka dal mirë. Vazhdojmë. Mu për vetim kam me fëmija shumë vegjël, njëna e madhe 8 vjeç, tjetra 10 mush. Çka ju ka ndihmu bursa e jetimit? Jetën e juj, jetën e fëmijëve t'juj? Kënaqësi fëmijëve, për shembull, nëse s'ka mujt me ja ble një libër ose një lektyrë, ose me ja ble një lodër, ose me ja ble një fustan, me shiju. Vërtet e kom spjegu që për bursë kush e jep, e çush e jep, këta fëmija e din krejt që me ja ditë rëndësinë e kanë shiju atë gëzimi fëmija, e kanë pas pak ma le, se pa bursë, pa ndihmën e juj, unë nuk u moj fëmijët aq let me gëzu. Sikur kjo nanë që vizitum, janë edhe 200 nana tjera me fëmijët e tyre jetim që po presin prej neve me i ndihmu. Nëse dëshiron me ja lehtësu jetën njërit prej tyre dhe me u bë pjesë e projektit Bursa e Jetimit, kliko te linku në përshkrim.